Miq të nderuar të Ora 24.tv dhe almakos.com, përshëndetje. Jemi në një intervistë pak më të veçantë, ku do të zhvillojmë me deputetin Klevis Balliu, i cili njëkohësisht është edhe nënkryetar i Komisionit të Sigurisë në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, por edhe shef organizativ në Partinë Demokratike. Zoti Balliu, përshëndetje dhe mirë se erdhët në Shkup. Përshëndetje dhe faleminderit shumë për ftesën dhe mundësinë që më keni dhënë që të jem këtu sot me ju. Është kënaqësi edhe për ne që dim më shumë gjëra rreth asaj që ndodh si në Shqipëri, por edhe zhvillimeve ose aktiviteteve tuaja në Maqedoninë e Veriut, por edhe më gjerë. Ishte në një aktivitet të irit, por po ashtu zhvilluan edhe disa takime me kolegët tuaj këtu në Maqedoni. Çfarë konkretisht ishte aktiviteti dhe pastaj flasim edhe për takimet dhe bisedat që i patët. Takimi me Irin ishte një trajnim, një konferencë në lidhje me fushatat elektorale. Iri ka qenë dhe mbetet një institucion shumë i rëndësishëm në ndihmën që jep për Shqipërinë dhe partitë politike, jo vetëm Shqipëri për vërtetës, po kudo është një institucion shumë serioz dhe ne i trajtojmë me shumë seriozitet propozimet e tyre dhe raportet e tyre. Duke qenë që isha këtu, pata mundësinë edhe të takohesha me kryetarin e Kuvendit, zotin Afrim Gashi, me cilin pata një takim, një bisedë, ku informuam për çështje të ndryshme me rëndësi madhore për gjithë ne, siç është integrimi në Bashkimin Evropian i Maqedonisë dhe patjetër i Shqipërisë, por që patjetër Shqipëria dhe shqiptarët duhet luajnë një rol kyç në atë proces dhe duhet ta kemi ne pishtarin e rrugës drejt integrimit në Bashkimin Evropian, sepse populli jon i përket atyre parimeve dhe atyre vlerave. Gjithashtu pata mundësinë të takohesha me zotin Musa Xhaferi, pata mundësinë të jem edhe në Tetov, ku shkova dhe pata një takim shumë miqësor me rektorin e Universitetit të Tetovës, dhe ishin disa takime të cilat kanë qenë për mua ishte një kënaqësi e veçantë që e pata këtë mundësi. Dhe kur të kemi parasysh më mirë se si funksionon sheti shqiptar dhe me çfarë ballafaqohet për momentin, por edhe me zhvillimet në Maqedoninë e Veriut, ku mund të theksohet se duhet të jetë fokusi i politikanëve, pavarësisht a janë majtis, djathtist ose se çfarë ideologjie kanë? Interesi kombëtar është thelbi. Dhe është në interes kombëtar të tonin ne të punojmë fuqimisht për të avancuar agjendat perëndimore. Thash, në Maqedoni, integrimi i Maqedonisë në Bashkimin Evropian është esencial për zhvillimin e vendit, siç është njësoj edhe për Shqipërinë, dhe patjetër shqiptarët tu duhet të dinë që pavarësisht ndasive që mund të kenë me njëra tjetrën për çështje partijake apo ideologjike, në kuadrin e integrimit në Europë, pa diskutim ne duhet bashkohemi. Për çështje madhore kombëtare, siç është gjua, të drejtat e shqiptarëve dhe këto interesa, partitë politike shqiptare duhet të dinë të bashkohen dhe të punojnë bashkërisht. Për shembull, kam ndjer shumë keqardhje që kam ndjekur një situatë të tronditëse në mendimin tim, që ishin thirrjet kundër shqiptarëve. Një shqiptar i vrarë është një shqiptar i mirë, që janë bërë në stadium, për cilat patjetër ne në unison duhet i dënojmë, por ndjej shumë keqardhje që qeveria e Maqedonisë nuk ka reaguar për këtë çështje dhe nuk ka marrë masa, sepse ato thirrje janë një rrezik për sigurinë rajonale. Shqiptarët të bësh thirrje praktikisht për genocid, ti kërkon të cënosh sigurinë rajonale. Madje unë do t'i bëja thirrje edhe komunitetit ndërkombëtar këtu, që të ndërmerrte hapa serioze që këto thirrje dhe këto agjenda që janë për të provokuar këto akte të tmerrshme do duhet të kenë një qëndrim edhe publik dhe të merren masa që qeveria të bëjë diçka, ta vlerësoj këtë situatë dhe jo të heshtë, sepse heshtja pasaj është e rëndë, nuk është pozitive dhe nuk është perëndimore. Thirrjet dhe situatat e këtilla ka pasur pothuajse 2 dekada gjysmë, rreth 3 dekada në vendin tonë, dhe vazhdojnë të jenë
edhe më tutje. Sa mund të shihet këtu ose cili duhet tjetë edhe roli i Republikës të Shqipërisë në raport me Maqedoninë dhe në raport me këto situata kur kemi parasysh se nëse do të kemi një shtet shqiptar i cili do të ishte pak më komunikues dhe pak më kërkues për stabilitetin në rajon, sidomos në ato vendmarrje ku janë shqiptarët, ndoshta më do të përsëriteshin. Si e vlerësoni ju? Unë mendoj që Shqipëria nuk ka vlerësuar siç duhet interesat e shqiptarëve në rajon. Qeveria shqiptare duhet të ishte më aktive, por tani kjo patjetër vjen nga pikpamja e një opozitari, dhe unë kuptoj pikpyetjen që mund të kenë qytetarët që po na ndjekin, por fakti mbetet që nuk ka një reagim të fortë edhe ndaj këtyre deklaratave që janë bërë. Këtyre thirrjeve që janë bërë, këto janë thirrje për genocid. Dhe patjetër ne duhet kemi një kërkesa zyrtare, duhet kemi shkëmbime zyrtare për këto çështje, sepse thash, këto janë cënim për sigurinë rajonale, nuk mund të thritet kundër shqiptarëve në këtë formë. Dhe nuk mund të bëhen këto thirrje kundër popullit tonë, cilët janë realisht garancia për stabilitetin e rajonit. Garancia për stabilitetin e rajonit dhe për sigurinë e rajonit janë shqiptarët. Ne dim fare mirë që falanga serbe kërkojnë vazhdimisht destabilizimin në rajon për përfitimet e tyre personale, sepse shikojnë që ky rajon shkon drejt perëndimit. Dhe nuk ka diskutim që janë shqiptarët ata të cilët e udhëheqin në mbar rajonin beteja tona apo përpjekjet e të gjitha shteteve në rajon për integrimin në Bashkimin Evropian. Pra në këtë aspekt mendoj që është esenciale dhe duhet kishte reagime të forta. Unë personalisht nuk habitem që qeveria shqiptare nuk ka reagime të forta, se është një qeveri që ka qenë më së shumti afër Vučićit se sa problemeve të shqiptarëve. Kjo është bindja ime. Por në qoftë se ato do të afroheshin dhe do të bënin diçka, unë do ta kisha përshëndetur. Këtu dua të ndërlidhem me atë që edhe kam parashikuar si bit, shtret që është me rëndësi që të flasim para shikuesve tanë dhe qytetarëve tanë. Duke pasur përvojën tuaj personale dhe duke i ndjekur aq sa keni mundësi në zhvillimet edhe brenda por edhe jashtë shtetit shqiptar, sa qeveritë e shtetit shqiptar, pavarësisht edhe kjo që është aktualisht për edhe ato paraprakisht, e kanë respektuar ose e kanë zbatuar obligimin kushtetues për të kujdesur për shqiptarët jashtë kufive administrativ të Shqipërisë, dhe këtu flasim për shqiptarët që janë sidomos në vendet e Ballkanit. Do të ishte më vënë në një pozitë që të flasë që ne kemi bërë shumë mirë dhe këta po bëjnë shumë keq. Unë mendoj që shqiptarët tu janë të qartë. Unë prandaj thash qeverit, pavarësisht se a kanë qenë majtiset ose djathtisët. Qeverit në tërësi, se domethënë qeverit shqiptare në tërësi mendoj që për nga ne që vim nga atje, është e lehtë të themi që ne kemi bërë detyrën tonë, kemi bërë punën tonë, por nuk është reflektuar siç duhet. Patjetër ka pasur momente, unë besoj personalisht besoj që ka pasur momente të mira dhe punë të shkëlqyera që kanë bërë qeveri shqiptare ndër vite, siç ka momente të cilat ato janë komplet të larguara nga interesat e shqiptarëve në rajon. Pra, unë e vlerësoj që sot jemi në një situatë të keqe në këtë aspekt, mendoj që më parë kemi qenë në një situatë më të mirë, por në të gjitha rastet për këto çështje duhet të jetë zëri i shqiptarëve këtu që na e tregon. Sa do të vim ne të vizitojmë, apo të takojmë dhe të diskutojmë, informacionet ne duhet i marrim nga këtu. Sepse është këtu burimi se si po jetohet, se çfarë po ndodh realisht me komunitetin shqiptar. Në rastin konkret, për shembull, folëm për këto thirrjet, në mediat shqiptare nuk ka pasur shumë jehon kjo çështje. Shumë pak. Ndërkohë që duhet të ishte më e theksuar, duhet kishte takime zyrtare për këtë çështje, duhet kishte reagime zyrtare për këtë çështje. Mendoj se ka pasur reagime zyrtare, por edhe
Klasë zyrtare, jo një status. Edhe ftesë në polici për të dyshuarit, që t'jemi saktë duhet edhe ta konfirmojmë. Megjithatë, po e lidhim bisedën se tani e zhdojmë jo në një intervistë klasike, pak edhe në diskutim. Ju e cekët rastin me falangën serbe që po provokon vazhdimisht. Më shta ndonjëherë, a është e arsyeshme që t'u jepet edhe shumë hapësirë kur mund të jetë që kanë pretendime ose thjesht të biesh pre e një loje të dikuj që dëshiron të destabilitetin? Shqiptarët nuk pengojnë... Faktën sa edhe shteti për dhe institucionet këtu me cilat ju komunikuat, kryetarin e kuvendit, deputet opozitës e kështu me radhë, e kanë bërë punën e tyre për të parës, nëse është vetëm thjesht një provokim që nga ana e dikuj që dëshiron të ketë destabilitet në vendin tonë dhe më gjerë, ose po ka me të vërtet edhe bazë. Tani kjo është çështje për shqiptarët tu për ta vlerësuar, por ajo çfarë besoj unë dhe çfarë mendoj unë është kjo. Mbaj mend që pak më parë është ngritur një flamur për Shqipërinë autoktone dhe këtu janë bërë disa arrestime, apo jo, në stadiume. Dhe u bë një problem shumë i madh. Ndërkohë që ajo nuk sulmon asnjë komunitet, asnjë nacionalitet. Kurse thirrja për të vrarë është një thirrje për genocid, se ti e lidh me një komunitet të tërë, ti e lidh me të gjithë shqiptarët. Pra në këtë aspekt, në qoftë se nuk reagojmë ndaj një thirrje për genocid, atëherë shkuptim ka pastaj e gjithë politika, apo investimi, apo shteti, ligji, drejtësia e vërteta, dhe si mund të flasim pastaj për integrim në BE kur ne akoma hedhim bëjmë këto lloj thirrje të cilat janë bërë nga Miloševiqi, funksionarët e tij, ministri i tij propagandës në atë kohë Vučići e të tjerë. Pra në këtë aspekt mendoj që ne duhet jemi patjetër më serios, por ne nuk kemi penguar kurrë të drejtat e asnjë komuniteti. Përkundër, ne jemi mbas vlerave perëndimore, duam të shkojmë në Europë, atje ka komunitete të ndryshme, shtete të ndryshme që bashkëjetojnë fare mirë. Pra në këtë aspekt, kurse për sa i përket Serbisë, ajo është e ditur që Serbia kërkon të krijojë destabilitet kudo që ajo ka mundësi për interesat e veta, interesat e Rusisë, sepse nuk ka lidhje me botën perëndimore, me botën e Bashkimit Evropian, me vlerat tona perëndimore apo euroatlantike. Kjo është në raport me shtetin shqiptar, që nëse mund ta rrumbullaksojmë, raportet mes shtetit shqiptar dhe angazhimit të tij rreth çështjeve të shqiptarëve në rajon. E thatë edhe ju që ndoshta është bërë diçka, por jo ajo që duhet, sepse fokusi tek qeveritë e Shqipërisë thojse nuk ka qenë fare jashtë kufive administrativ. Por ku duhet të jetë në të ardhmen, po supozojmë prej nesër ose prej këtij momenti dhe më tej fokusi i shtetit shqiptar sa i përket shqiptarëve në Maqedoni, në luginën e Preshevës, në Maltëzi dhe në gjithë shtetet tjera fqinje me cilat kufizohet. Për të integruar në Bashkimin Evropian duhen të drejtat, duhet demokracia, duhet liria ekonomike. Pra shteti shqiptar duhet investohet në ndihmën e këtyre vlerave, në ndihmë të komunitetit shqiptar kudo që janë, të shqiptarëve kudo që janë, të kenë këto mundësi dhe të njihet realiteti dhe historia, se nuk është bën dot të vërtetën dhe realitetin. Dhe këtë duhet investohet shteti shqiptar. Dhe është gjëja më e lehtë për të bërë për të mbrojtur të vërtetën. Qoftë politikisht, qoftë nga ana historike, në këtë aspekt mendoj që mund të bëhet një punë shumë herë më e mirë. Çfarë konkretisht, nëse ju do ta kishit pas në dorë, çfarë konkretisht? Tani është lehtë, po të isha unë do bëja kështu, do bëja ashtu e këtë lehtë. Paktën nga këndvështrimi momental. Do shta nesër do të jeni pjesë e qeverisë në Shqipëri, do duhet të kërkojmë llogarit. Kemi për çfarë të flasim tani? Ajo çfarë mendojmë për shembull, mund të ishte një gjë që besoj ka shumë rëndësi, është që duhet kishte një mbështetje qoftë me projekte, me financime, me aktivitete nga më të ndryshme për historinë e Shqipërisë, jo vetëm në Maqedoni, por kudo në rajon se historia harrohet dhe pastaj ndryshohet për të kujtuar të vërtetat e historisë dhe patjetër ne kemi politika e jashtme ka nevojë për investim, ka nevojë për buxhet më të madh në mënyrë që të ketë mundësinë të ndihmojë në vendin ku është, pra ambasadat që ne kemi, duhet jemi më serioz në investimet tona në ambasada, në politikën e jashtme. Aq më tepër në vende ku, siç është Maqedonia,
kur ne jemi prezent, faktor kyç dhe lidhen direkte me sigurinë rajonale, me sigurinë e jetës shqiptarëve, sigurinë e ruajtjes së historisë dhe të vërtetës të realitetit dhe të bashkëjetesës me komunitete, të integrimit në Bashkimin Evropian. Pra, në këto aspekte mendojmë që do një qeverisje serioze që mbronte interesin kombëtar do të kishte investime shumë herë më të mëdha. Se nuk mund të thuash dikujt bëje këtë punë dhe mos t'i japësh armët për ta bërë. Në raport me Kosovë, si e vlerësoni raportin Shqipëri-Kosovë, a është nivelin e dur? Jo, sot absolutisht jo. Përkundrazi, është qartë dhe unë thash, qeveria aktuale është një qeveri që ka më shumë afrimitet me Vučićin se sa ka me Albin Kurti. Po them, në pikpamjen time, ka filluar që me Ballkanin e hapur, që ishte anti-shqiptarizmi më i madh, që jepte fuqi vetëm Serbisë, ishte tezë serbe, e promovuar, e financuar nga Open Society Soros, për interesat të Serbisë dhe kundër shqiptarëve. Dhe pra në këtë aspekt, qeveria shqiptare ka qenë më afër me Serbinë, dhe është normale, sepse partia që është në pushtet të shkrijuar nga Jugoslavia, në 44 nga Popovici, pra është background dhe historia e tyre është nga atje. Patjetër shikoj se mund të flasim edhe për çështjen në hak, që janë luftëtarët e UÇK-s, të cilët disa e kanë shpirtërore dhe të vërtetë, dhe disa duan ta përdorin për propagandë. Dhe harrojnë të thonë gjëra esenciale, për shembull. Kemi një kërkesë për të dënuar me 45 vite luftëtarët të cilët luftuan për të mbijetuar, për të vetë mbrojtur nga për të larguar agresorin nga territorit e tyre. Pushtusin, njerëz që po bënin genocid, pra për të mbrojtur. Nuk kanë se si të bëjnë krime lufte ata që po mbrohen. Krimet e luftës i bën ai që pushton. Por kemi një kërkesë nga prokuroria atje që thotë 45 vite burg, ndërkohë ligji ndërkombëtar ta kërkon që nëse do kërkosh për dënim për një vepër të kryer në X vit apo X ko, do dënohesh dhe kërkesa për dënim është sipas dënimit që kishte në atë kohë kjo vepër penale. Në atë kohë vepra penale ka qenë për 20 vite burg. Atëherë pse kërkohet 45? Që këtu duket që argumentat nuk janë juridike, po janë interesa direkte politike. Nuk kanë lidhje me të vërtetën, nuk kanë lidhje me ligjin. Dhe gjithë kjo buron nga një gjykat që pretendohet se duhet të jetë. Po si ta quajmë në atë gjykat të pavarur kur ti kërkon diçka në shkeljet ligjit. Ligjin ndërkombëtar ja pengon këtë kërkesë për 45 vite. Pse e kërkojnë 45 vite? Kur ata e dinë më mirë se ne, që mos kujtojmë që e dim ne dhe nuk e dinë ata që merren me këtë çështje. Pra që këtu është e qartë që ka një shtysë politike, ka një shtysë anti-shqiptare që bëhet, kundër të vërtetës dhe realitetit, sepse provë dhe fakt, sot dhe kësaj dite, kjo gjykat dhe 1000 gjykata të çohen, nuk mund të gjejnë kur prova për gjëra që s'kan ndodhur. Se s'kan bërë kur shqiptarët krime lufte, s'kan bërë kur liderët e UÇK-s krime lufte, përkundrazi janë mbrojtur nga kriminalët e luftës. Si duhet të jetë raporti Shqipëri-Kosovë? Thamë se si është dhe paktën nga këndvështrimi juaj, si ju e shihni që duhet të jetë raporti Kosovë-Shqipëri? Ku duhet të ketë bashkëpunim më të fortë dhe ku nuk duhet llogariten pengesat? Mendoj që duhet bërë kujdes në ndërhyrje. Kosova është një shtet i pavarur, patjetër ajo është gjymtyre Shqipërisë, jemi një komb, por është një shtet i pavarur dhe nuk duhet t'i ndërhysh atje ku nuk të kërkohet. Pra, Shqipëria duhet të jetë një ndihmë për Kosovën. Nuk duhet të jetë një shtet që i ndërhyn kur do ajo. Pra, ne duhet të jemi mbështetës. Unë kam bindje që politika në Kosovë është shumë e emancipuar, mbron interesat kombëtare, mbron interesat e qytetarëve të tyre dhe kur ata kërkojnë kanë X kërkesa për këtë çështje apo për atë çështje, ne t'i përgjigjemi. Që këtë punë ka vllaj. Si e vlerësoni raportet Shqipëri-Maqedoni, Everiut dhe ku i hasni pengesat, por edhe anët pozitive? Mendoj që kanë qenë korrekte. Marrëdhëniet nuk mund të them
shumë, po thash, ajo më ka shqetësuar shumë mungesa e reagimit nga qeveria në lidhje me të çështjes. Është rasti përsëritur. Thirrja për vrasjen e shqiptarëve është rasti përsëritur dhe duhet kishte një reagim serioz. Dhe patjetër marrëdhëniet e qeverisë shqiptare duhet të lidhen në bazë të situatës që janë shqiptarët në Maqedoni. Dhe sepse vazhdojnë këto lloj thirrjesh, dhe vazhdojnë kjo lloj politike, vazhdon kjo lloj mbrojtje për ata që i bëjnë këto thirrje, se kur nuk reagon në një farë mënyrë apo një tjetër i mbron, apo jo. Në këtë aspekt mendoj dhe kam i bëj thirrje dhe do të kem kërkesë zyrtare se nën kryetari i Komisionit Sigurisë, sepse këtu lidhet me çështjen e sigurisë rajonale, që të merren masa për këto çështje. Për këtë çështje duhen marrë masa dhe masa serioze. Të vazhdojmë pak, pasi që ne mund të flasim për shumë çështje dhe do të mbesim shumë gjatë, por dua mbasi u kam të shfrytëzoj mundësinë që flasim për gjitha gjërat që janë më aktuale dhe që i tangojnë shqiptarët në përgjithësi. Dua të pyes shkurt, çfarë po ndodh në Shqipëri? Shqipëria është një situatë shumë vështirë sepse nuk ka më një vijë ndarëse midis shtetit dhe partisë dhe mbi gjitha nuk ka më një vijë ndarëse midis qeverisë dhe krimit organizuar. Vetëm këto momente që ne po flasim, në Shqipëri është një diskutim ku zëvendës kryeministra, ministra e energjetikës dhe ministra e transportit është kapur duke vjedhur qindra miliona euro për tendra që shkojnë në një shumë totale prej 1.1 miliard euro me 11 akuza dhe ajo është kapur gjithashtu duke ndërhyrë në hetimet që po bën prokuroria atje, madje në disa nga përgjimet sipas burimeve mediatike deklaroi që ajo është kapur në telefonata duke thënë se hape gojën fol sa para do për të ndryuar dëshmin, thoshte dëshmitarëve. Ndërkohë disa, si që quan prokuroria të fortë, kanë ndërhyrë të dëshmitarë të tjerë për t'ja ndryshuar dëshmin atyre apo për të tërhequr nga dëshmia dhe në një situatë të tillë në çdo vend botës ajo zonjë do të arrestoheshe. Ajo si deputet e gëzon imunitet dhe ndryshe nga çfarë ka qenë në të gjithë historinë e politikës shqiptare, është hera e parë sot që por refuzohet heqja e imunitetit të saj që drejtësia të kryej detyrën e vet. Dhe ndërkohë që ne nuk po arrestohet zonja që është kapur duke vjedhur, ne kemi policinë që arreston protestuesit që po dalin kundër vjedhjeve të kësaj zonje, të kësaj ministre. Tani pse ndodh kjo? Kjo ndodh sepse në rastin e Belinda Ballukut nuk është ajo personazhi kryesor i aferave korruptive. E vërteta është që aktori kryesor i këtyre aferave që lidhen me Belinda Ballukun është vetë kryeministri. Dhe prandaj për herë të parë Partia Socialiste refuzon sot t'i heqi mandatin, por e mbron atë. Sepse dhe ajo e ka bërë qartë që në qoftë se unë arrestohem, të gjithë të tjerë do t'i marrë me vete në këtë aspekt. Pika e dytë që është një pikë 8 nevralgjike dhe një plagë shumë e thellë që është bërë Shqipërisë, është infiltrimi dhe bashkëpunimi i politikës me krimin organizuar dhe me kartelet. Ajo që quhet si dosja e Akshit në Shqipëri vërtetoi që kartelet kontrollojnë institucionet e shtetit, duke vendosur edhe se kush i merr tendrat, por dhe kur nuk i pëlqen aktet e një biznesmeni, ato kartele në bashkëpunim me policinë i marrin peng, i dërgojnë për t'i torturuar biznesmen dhe pastaj që t'i kërkojnë atyre të tërhiqen nga ankimimi, siç ndodhi në rastin konkret tek Akshi, për një tender që më pas e mori që e kishte marrë Baxhanaku i kryeministrit. Pra ajo dosje tregoi që siguria kombëtare është vënë në duart e krimit organizuar, se duhet kuptoni që Akshi është institucioni ku janë të gjitha dhënat personale të qytetarëve shqiptarë, segmenti i sigurisë kombëtare. Gjithashtu, drejtoria e sigurisë kibernetike, bashorti i drejtoreshës, punonte për Ergjys Agasin, që njihet si koordinatori i krimit organizuar për qeverinë. Dhe këtë jo se e thot opozita, po se e ka thënë zëvendës kryeministri Edi Ramës, Arben Ahmetaj. Pra, në këtë aspekt, dëmi plaga që është bërë Shqipërisë është shumë e madhe, dhe pjesa e tretë që ka shkatruar ekonominë është të gjitha paratë e drogës dhe paratë e vjedhura pastrohen në fushën e ndërtimit në kryeqytet. Kartelet e Shqipërisë, sipas antimafjes italiane, janë të vetmet kartele në botë që pastrimin e parave e bëjnë në vendin am.
sepse aty ata kanë mbështetjen qeveritare, të pushtetit politikës, kryeministrit dhe të gjithëve. Por kjo ka shkatruar ekonominë, sepse ka rritur metrin katror, dhe të rinjt nuk blejnë dot shtëpia, dhe rrjedhimisht ato largohen, ka rritur çmimet në treg, dhe është bërë shumë e vështirë për të mbajtur veten, ndaj dhe sipas raporteve ndërkombëtare 80% të ardhurave shqiptarëve shkojnë për ushqim, që është skandaloze, pra praktikisht shqiptarët sot mbjetojnë, se i kanë çmimet si në Itali apo në gjithë Europën, por rrogat i kanë si në Bangladesh. Në disa aspekte rrogat janë më të ulta se që janë në Maqedoni, për shumë në Shqipëri. Keni besim se do të mund të rrezoni qeverinë Rama në këtë përbërje qeveritare që ka një shumicë, një mazhorancë tepër të madhe, dhe a ka kapacitet PD-ja aktuale, duke pasur parasysh edhe gjitha ato turbulenca që ka pas brenda për brenda, që të mund të arrezojë një qeveri të tillë? Ne kemi nisur disa protesta, që lidhojë gjithë këtyre aferave korruptive, dhe protesta ashme është në datën 28. Tani, ne filluam intervistën që çfarë do bëjë Shqipëria dhe ku duhet jetë Shqipëria për të ndihmuar shqiptarët, Maqedonia, Kosovë. Në rajon dhe ku do që ndodhe? Nuk mund të ndihmojë askënd një Shqipëri që është e kapur nga kartelet. Pra, protesta e datës 28 është një protestë për interes kombëtar. Lideri i opozitës Sali Berisha e kishte shumë të lehtë të shikonte interesin e vet, dhe të vazhdonte punët e tij, por refuzoi jo sepse do të merret me politikë, por sepse do të mbrojë interesin kombëtar, dhe Partia Demokratike është partia e interesit kombëtar. Na duhet të kemi një qeveri të fortë, një qeveri konservatore, një qeveri e cila interesin kombëtar ka prioritet dhe jo biznes, sigurinë kombëtare ka prioritet dhe jo biznes. Dhe për të arritur në këtë pikë, ne jemi gati të bëjmë gjithçka. A ka kapacitet e brenda PD-s, po them pas përçarjeve të shumta që kanë qenë vazhdimisht? Kanë qenë dikur, të cilat sot janë të sheshuara. A arrit të strukturohen mirë si duhet? Sot janë të sheshuara, dhe mund t'ju them që ne kemi kapacitete të jashtëzakonshme në Partinë Demokratike. Ne kemi njerëz të cilët janë të papërfshirë në afera korruptive. Ne jemi partia, nëse doni ju, më e hetuara në histori, gjithçka është bërë për shkatrimin e Partisë Demokratike, dhe po të kishte qoftë edhe një grimës korrupsioni në Partinë Demokratike, ata do ta kishin fshirë. Po për shkak të pastërtisë që ka opozita, në aksionin e saj për mbrojtjen e interesit kombëtar, ka qenë e pamundur të goditet dhe të asgjësohet Partia Demokratike dhe opozita në tërësi në Shqipëri. Prandaj në këtë aspekt ne kemi programin për zgjidhur, siç është për kthimin e të larguarve të diasporës në Shqipëri, duke ofruar që në 2 vitet e para, kur ata të kthehen dhe të hapin biznese, mos paguajnë asnjë taks, pra ne kemi një program se si të rikthejmë brain gain, se si të rikthejmë trurin në Shqipëri. Ne kemi një program se si luftohet krimi organizuar nëpërmjet ligjit antimafia, që jo vetëm çon në arrestimin e tyre, por në konfiskimin e parave që ato kanë vjedhur, dhe kjo jo vetëm për krimin organizuar, por edhe për politikanët e korruptuar. Ne kemi një program për bujqësinë, për subvencionimin e bujqësisë. Ne kemi program për arsimin, sepse sot kemi rënë me 80 vende sipas raportit PISA. Ne kemi zgjidhje, nuk kemi vetëm denoncimin. Ne vim me një zgjidhje. Mbështetja e qytetarëve. Po flas si duket situata në teren, tani po organizojnë protesta, sa është mbështetja e qytetarëve? Është e qartë ajo në protestat e fundit, protestat kombëtare, në një pjesëmarrje masive, rezistencë të jashtëzakonshme, dhe do të jemi më shumë në datën 28 se që ishim në datën 20. A ka metoda tjera përveç protestës që të mund të rrezoni këtë qeveri Rama, cilën ju e quani korruptuar ose të... Ne e quajmë një regjim të mirëfillt, një narkoregjim. Dhe nuk është vetëm protesta si një proces. A ka metoda tjera, ne vetëm pak ditë më parë ju kishit në Shqipëri McAllister, i cili e bëri deklaratën e tij publike që në Shqipëri duhet respektuar shteti ligjor, dhe kush pengon shtetin ligjor, patjetër ai humbe dhe veshin apo zërin apo mbështetjen
aleatëve ta ndërkombëtar. Dhe një qeveri e cila nuk po lejon që drejtësia të bëjë punën e vet, patjetër nuk e ka as mbështetjen ndërkombëtare. Pra janë disa element të cilët sot janë pjesë e asaj që mund të quajmë në tërësi aksioni opozitar. Ne nuk kemi vetëm në protestë, ne kemi protestën, ne kemi zgjidhjen, ne kemi diskutime me ndërkombëtarët. Unë vetë isha në konferencën e Muniut të sigurisë, ishim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë me një grup kolegësh deputet, pra jemi në takime konstante me ndërkombëtarët dhe ne vim edhe me një propozim konkret se si mundet që të zgjidhet ky problem për të garantuar zgjedhje të lira dhe ndershme, sepse qarta se sipas raportit ose Beodirit në Shqipëri nuk ka zgjedhje të lira dhe ndershme. Pra ne vim me propozim për zgjidhjen dhe kemi një zgjidhje për problemet e shkaktuara të qeverisë dhe jemi gati për këtë të ndërmarrim çfarëdo lloj hapi, nga protestat dhe gjithçka tjetër. Një gjë di them që asnjë regjim nuk ka rënë me deklarata se i ke thënë ik. Regjimet bien me përballje dhe ne jemi gati të përballemi me çdo kusht dhe për çdo sakrificë. A mund ose çfarë po bëhet që mos përsëritet një skenar siç ishte skenari i janarit ose i majit kur u qelluan me sniper protestuesit, të më korrigjesh për muajin ne i kanë kaluar gjatë kohë. A ka gjashtë mos përsëritet një situatë e tillë do të kujdeseni dhe e dyta nëse kjo qeveri që siç e quani ju e korruptuar dhe kështu me radh nuk dorëzohet as në këtë mënyrë Shqipërisë të ndodhet një 97 e dytë. Vendi aktualisht është i destabilizuar. Ne kemi kryeqytetin të cilin drejtohet nga burgu, sepse kryetari i bashkisë është në burg. Praktikisht gjithë kryesia e Partisë Socialiste para 5 viteve, 6 viteve është në burg. Ne kemi 3 kryetarë bashkisht tjerë janë në burg. Disa po bëhen gati për burg. Ish ministra në burg, deputet në burg. Sigur po bëhen gati për ndasëm. Jo, po është bërë një format ky, sepse nuk është çështja tek individi, se ky është gabimi. Nuk është çështja që të arrestohet një person. Jo, është sistemi i ngritur. Sistemi që të bie duhet të bie vetëm koka. Nuk ka se është Edi Rama i cili mban gjallë sistemin. Të tjerët janë pupac politik të cilët i shërbejnë atij për të treguar juve për shkak që janë në Shqipëri, ka demokraci, se kam një ministër, kam një kryetar bashkie, ja ku është opozita dhe kështu do të shesi sikur këtu çdo gjë është normale. Po në fakt ata janë pupac. Pse e them këtë? Janë bërë gjithë këto arrestime dhe shpesh thonë nuk janë arrestuar ndonjëherë në Shqipëri, por korrupsioni është rritur. Po si rritet korrupsioni kur godet drejtësia korrupsionin? Normalisht duhet bie apo jo? Kurse këtu ne kemi rënë me 11 pikë, tha McAllister, në luftën kundër korrupsionit. Pra, vendi është i destabilizuar. Nuk ka vend për a do të destabilizohet. Ne jemi të destabilizuar. Ne po luftojmë që të shkojmë drejt stabilitetit. A ka do ta përsëris edhe një herë pyetjen në përgjigjen direkte të këshillëshuar. A mund të përsëritet Shqipërisë në 97 e dytë nëse qeveria Rama nuk dorëzohet para drejtësisë? Nuk mund të them se unë s'do bëj parashikuesin. Edhe pse 97 është një tragjedi që nuk do dëshiroj kërkoj askur ti ndodh, por e majta atë bën. Pse 97-ën e majta e bëri. Ata erdhën me armë. Dhe kjo është një parti e krijuar në 45-ën. Erdhën për të vrarë dhe vranë për 50 vjet në Shqipëri. U larguan nga pushteti në 90-ën dhe u rikthyen përsëri me armë dhe me banda me revolucionin komunist të 97-ës. Dhe më pas, kur ranë nga pushteti, në 98-ën vranë Azemajdarin, është e vetmja Partia Socialiste që ka bërë atentat brenda parlamentit, një deputetit opozitës, dhe kur nuk e vranë aty, e vranë tek selia e Partisë Demokratike. Është një parti e cila në 2013 doli me sloganin Aleanca e qelpsirave, le të bashkohemi me gjithë qelpsirat për të marrë pushtetin nga Partia Demokratike dhe u futën në parlament me 10 deputet të lidhur me krimin organizuar, të dënuar për kartele droge dhe për gjithçka tjetër. Ata duan ta bëjnë. Ata duan dhunën, ata duan armën, por ne nuk jemi parti e armës dhe e dhunës. Ne jemi një parti që në pushtet do vim vetëm nëpërmjet një procesi demokratik. Ajo çfarë kërkojmë ne është një qeveri teknike që të garantojë zgjedhje të lira ndershme dhe ju më mirë kuptoni se në Maqedoni raporti Josu Beodirit i cili çoi Maqedoninë drejt një ligjit për qeveri teknike ka qenë 1000 herë më i mirë se raporti i fundit i bërë për Shqipërinë dhe këtë nuk e them unë, po këtë e thonë vetë ata të cilët kanë bërë raport.
Sa mund i besoni SPAK-ut? Ne dim se çfarë sistemi të drejtësisë ka Maqedonia. Ne kemi në Maqedoni një sistem të drejtësisë i cili ka vetëm 2% besimin e qytetarëve të saj. Domethënë, gjykatësit dhe prokurorët këtu besojnë vetëm nga 2% e qytetarëve, të cilët i paguajnë tashmë me paga të majme. Dhe po ashtu jemi të sprovuar edhe me një gjykatë speciale e cila është e ngjashme me SPAK-ut, e cila dështoi thuajse tërësisht. Sa ju, si Parti Demokratike dhe ju, si zoti Balliu, i besoni SPAK-u që të mund dhe lufton me sinqeritet drejtësinë në Shqipëri? Ta bëj këtë pyetje drejt për drejt sepse jemi djegur nga ky qumë është paraprakisht dhe është në interes të qytetarëve. Në çdo vend të botës opozita drejtësi ndo. Se është vetmja formë me cilën mund të mbrohet. Ta mbrojë drejtësia, sepse opozita nuk ka fuqi ekzekutive. Pra drejtësia është shpresa e opozitës. Fatkeqësisht në Shqipëri drejtësia ka pasur shumë probleme, se në fund ditës ajo është një reformë bërë nga një shoqatë, që është shoqata George Soros. Dhe ka pasur shumë probleme. Patjetër, me ndryshimin e administratës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ndier efektet e ndryshimeve dhe në institucionet e drejtësisë. Por në mendimin tim, në besimin tim, aty ka prokuror të guximshëm. Dhe kur them të guximshëm sepse marrin përsipër çështje realisht të vështira dhe problematike, siç ka kanale dhe segmente që Edi Rama i përdor si kamzhik kundër opozitës. Për shembull, ne për 2-3 vjet, për rreth 2 vjet apo 3 vjet tani kemi deklaruar që gjyqtarja që rastësisht i bën të gjykojë të gjithë liderët e opozitës, qoftë Sali Berishën, qoftë Ilir Metën, qoftë Fatmir Medion, është një gjyqtare e cila është dënuar në Greqi, dhe kjo ne na kthenin përgjigje që s'është e vërtetë dhe ne sulmoheshim për këtë çështje. Dhe tani që ka ardhur letër porosia nga Greqia, është faktuar dhe vërtetuar që ajo zonë ka qenë dënuar dhe nuk duhet të jetë gjyqtare fare. Për shembull, shikoni, a është absurde që Ilir Meta sot mbahet në burg, arrest me burg, pa asnjë fakt dhe provë, zero fakte dhe prova, akuzat ndaj tij po bien, dhe ai vazhdon është gati për një vitje sa në burg, që është prapë në shkeljet ligjit, se nuk mund të rish në arrest me burg më shumë se një vit, dhe ndërkohë Belinda Balluku që është në pushtet, nuk ka mas arrest me burg, sepse justifikimi i tyre është që Ilir Meta ka fuqi politike dhe mund të prishi provat dhe hetimet. Po mirë, Belinda Balluku, Edi Rama nuk kanë fuqi politike për të prishur provat, dhe ata janë faktuar që po i prishin provat, dhe këta nuk arrestohen. Pra ka segmente brenda këtij sistemi drejtësisë që ende urdhrohen nga pushteti, siç ka dhe segmente pozitive. Në të gjitha rastet, një gjë nuk duhet harruar. Opozita do të donte dhe do të ishte, si thua, shpresa e saj për të patur një drejtësi sa më të pavarur, se me anë të saj mund të mbrohet, me anë të drejtësisë, se pushtetin e ka pala tjetër. Pozita është ajo që është e interesuar në kapjen e drejtësisë, dhe prandaj ajo bën gjithçka për ta kapur. Për shkak se dolem jashtë parashikimeve, por për në fund do dua ta kem nga ju edhe një, ndoshta keni edhe diçka tjetër për thënë lidhur me çështjen e protestave dhe SPAK-ut, por nëse jo, do dua që ta marr një mesazh të fundit nga ana juaj, qoftë për qytetarët e shqiptarët të Maqedonisë dhe për gjithë ato që na ndjejnë. Një mesazh kam unë, më pak i kam 2. Edhe një herë përsërisi qeveria këtu duhet të reagojë për aktin e rënd të thirrjes për shqiptar i mirë, shqiptar i vrar, duhet të reagoj, është jetike, sepse ajo cënon sigurinë rajonale. Kurse për ne si popull, si komp, ne duhet të jemi pa diskutim motori drejtues për integrimin në Bashkimin Evropian. Shqiptarët duhet të jenë motori në Maqedoni për integrimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. E vërteta jonë është në BE, e drejta jonë është në BE. Ndaj çdo betejë jona duhet të jetë në BE. Po për këtë patjetër ne duhet të plotësojmë kriteret dhe kushtet e tyre, duke mbrojtur vlerat perëndimore euroatlantike. Në këtë aspekt nuk ka asgjë ideologjike që mund të prevalojë mbi interesin kombëtar. Ndasitë dhe problematikat çdo parti ka, por interesi kombëtar prevalon mbi gjithçka.
Zoti Valli, unë të falenderoj për kohën, të falenderoj për bisedën. Me siguri kishim edhe shumë çështje dhe pyetje të cilat do të diskutojmë, por do ta lëm për një rast tjetër, ndoshta edhe jo nga Shkupi, por nga Tirana. Unë ju falenderoj shumë për mundësinë që më dhatë, dhe ishte një kënaqësi shumë e madhe të isha sot me ju. Faleminderit edhe juve. Shikues nderuar, ju falenderoj që na ndoqët. Ishte kjo intervista me zotin Klevis Balliu, deputet i Partisë Demokratike, po ashtu edhe nënkryetari i Komisionit të Sigurisë në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, si dhe shef organizativ po në PD. Bashkë do shihemi në bisedat e radhës.